Atëherë, zoti Muça, tregu i punës në Shqipëri duket i vërçar, ku bizneset thonë se nuk gjejnë punëtor cilësor, ndërsa punëtorët nga ana tjetër thonë se nuk ka paga dinjitoze. Kush po gënjen në këtë rast dhe si është e vërteta? Në fakt, tregu i punës në Shqipëri është i ekuilibruar, pra ka një diferencë mes kërkesës dhe ofertës për punë bazuar në arsim, formim dhe kualifikime të individëve apo të forcës punës në treg, dhe kjo gjë në një mënyrë apo një tjetër ka sjell pasojat që ne po ndjejmë sot, që tjetër kërkesa dhe për profile pune kërkojnë bizneset dhe tjetër interesa dhe pritshmëri kanë punojësi që gjenden në të, duke mos i bashkuar palët dhe duke i ndar ato. Në fakt e vërteta është që Shqipëria është një vend që në të cilin rritja e nivelit pagave ka ardhur dhe po ndodh progresivisht. Sigurisht më shumë rritja ka qenë në sektorin publik dhe sektori privat po përpiqet me mundësit dhe hapësira që ka për të rritur në mënyrë periodike pagat apo më shumë në sektor dhe në sipërmarrje që kanë mundësi për të rritur ato dhe më pak në ato sipërmarrje apo sektor ku kanë pamundësi dhe vështirësi reale ku në një mënyrë apo në tjetër edhe është prezente pamundësia që një sipërmarrje të rrit nivelin e pagave. Kuptohet që punojësit shqiptar kërkojnë kushte më të mira pune në një biznes ku të shkojnë për të punuar, paga të larta pavarësisht kualifikimit, arsimit apo formimit që kanë, dhe pikërisht që këto pritshmëri apo kërkesa nga ana e punonjësit vendas përballen me pamundësi për të plotësuar nga ana e sipërmarrjeve, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër ose kërkojnë për gjetur punonjës nga jashtë, ose përpiqen të futen në negocim me punonjësit vendas me qëllim që ata të rishohin me më shumë objektivizëm marrëdhënien e punës apo ofertën që i propozohet, se sa ta marrin atë të mirëqenë pa cënuar apo pa çeluar interesat, kushtet apo planet që kanë për marrëdhënien e punës si ata e duan. Ju cekët pak se çfarë kërkojnë punëtorët, po në të vërtetë çfarë kërkojnë bizneset sot? Kërkojnë aftësi, përkushtim apo thjesht kosto të ulët të pune? Unë do them që bizneset sot në varësi të llojit apo profilit punës i kërkojnë pak a shumë të dyja. Pra, në disa kompani apo biznese kërkojnë shumë punëtor të thjeshtë në funksion të dobit punës bazuar në procese mekanike që mund mësohen në punë e sipër mjafton të bëhen nga një punojës, dhe këto janë ato punët elementare që kërkojnë aftësi, formim dhe arsim po elementar, dhe kërkohen profesionistë apo zanatçi në profile pune shumë specifike, ku kërkohet ka një biznes dhe ku zanatçit ose janë të disa punësuar dhe i fitojnë më shumë nëse punojnë të pavarur dhe s'kan interes të angazhohen full time në një kompani duke pritur një pagë në fund muajit, ose janë zanate të cilat sot nuk po preferohen më të bëhen nga ana e të rive, këtu e kanë fjalën hidraulik, elektricist apo natyra të tjera zanatesh në një mënyrë apo në një tjetër. Paga që ofrohet nga një biznes në këtyre zanatçive shumë e ulët nga çfitojnë ata, nëse do punojnë si të pavarur me rrjetin e klientëve që kanë krijuar përmes përvojës punës, dhe kjo gjë i bën të pa interesuar për të përfshirë dhe për të angazhuar në tregun e punës. E vërteta është që ende shumë sipërmarrje në Shqipëri nuk janë të përgatitur për të ndryshuar mentalitetin, qasjen apo marrëdhënien me punojësin e tyre. Ende ka biznese që punojësin e klasifikojnë si kosto dhe shpenzim të shtuar, në vend që të investojnë tek punojësi dhe të ndërtojnë atij skemat e matjes performancës apo produktivitetit me qëllim që nëse japin më shumë, ky punojës prodhoi dhe më shumë për biznesin, po ashtu dhe rezultate më të larta, dhe në këtë rast, me këtë qasje apo me këtë këndvështrim,
në fakt shumë humbet biznesi apo sipërmarrja që ka dhe gjendet në mënyrë të vazhdueshme në kërkim të punojësve të ri, pasi punojësi është ai që zgjedh sot me sipërmarrjeve mbi bazën e kushteve që ato ofrojnë, apo cila prej tyre ofron më shumë apo më pak, një të mirë më shumë apo një pagë më lartë. Dhe pikërisht sot jemi në kushtet që është vetë punojësi që përzgjedh punën dhe jo puna që përzgjedh punojësin, siç ka qenë para ca vitesh, dhe kjo bën që shumë sipërmarrje të jenë në konkurrencë sot për qasjen dhe mentalitet që duhet të kenë karshi punojësve, apo për atë që ne e cilësojmë dhe që është baza sot edhe revolucioneve që po ndodhin në tregun e punës global, të një kulture të shëndetshme organizative funksionimi apo marrëdhënie me punojësit, që për shumë sipërmarrje korporata kudo në botë sot është preludi apo parakushti për qenë shumë të suksesshëm dhe për të patur ecurinë dhe mbërvajtjen e dur, sidomos referuar kapitalit njerëzor apo njerëzve dur në vendet e dura që një sipërmarrje të funksionojë dhe të ecë përpara. Pse po përhapet fenomeni që punëtorët bëjnë minimumin e mundshëm në punë? Kjo është një mungesë etike apo reagim ndaj kushteve të padrejta? Është një proverb kinez që gjithë e kemi dëgjuar dhe na ka rastisur që nëse më paguan sa do ti, unë punoj si dua unë. Dhe nisur nga ky proverb kinez edhe arsyeja pse kjo gjë funksionon, dhe lidhet shumë me lehtësinë apo kollajllëkun që ka një pjesë e punojësve për të fituar parat. Pra ne duam të fitojmë shumë pa u lodhur, dhe kjo është pak pjesë e mentalitetit tonë, po shumica e punojësve këtë gjë e bën si një reagim dhe rezistencë ndaj kushteve jo të dura të punës dhe ndaj pagës shumë të ulët në raport me kontributin që ata pretendojnë apo presupozojnë se japin në funksion dhe ndobi të sipërmarrjes, dhe kjo është një formë pakënaqësie që ata e shprehin duke mos u angazhuar plotësisht. Por nga ana tjetër, një pjesë e këtyre punojësve e bën këtë qëllimisht dhe e bën këtë si konkluzion i hapave të mëparshëm që ka bërë dhe që ka rezultuar që edhe kur ka punuar fort dhe kur ka sjellë rezultate të larta sipërmarrjes, sërish nuk është vlerësuar ai sa duhet, dhe pikërisht i tregon sipërmarrjes në këtë demotivim apo dekurajim për të punuar më fort, i tregon në një mënyrë apo në tjetër që është i pakënaqur nga puna dhe që në fundit i intereson më shumë paga se sa kontributi që mund t'japi, sepse po të punoj më fort nuk fiton më shumë. Dhe bazuar në këtë logjik, edhe çështja e pasivitetit në punë është një çështje rebelimi karshi mos vlerësimit sa duhet të kontributit apo punës që ai jep brenda një biznesi. Shqipëria është duke rekrutuar gjithnjë e më shumë punëtorë nga jashtë. Kjo është një zgjidhje afat shkurtër apo është një krizë që është duke u maskuar? Unë mendoj që është një zgjidhje dhe zgjidhje e duhur për ato hapësira dhe profile pune të cilat tregu vendas nuk i furnizon dot me punonjës. Referuar profileve të formime elementar, për mua një pjesë e mirë e konsiderueshme e biznesit në Shqipëri duhet kërkojnë në tregun ndërkombëtar për të plotësuar këto nevoja për punonjës të thjeshtë. Ndërsa për nivelin e zanateve, për nivelin e drejtimit, gjysmë menaxhimit apo menaxhimit përgjithshëm, duhet të angazhohen dhe të aktivizohen punonjësit vendas, kjo edhe si një mënyrë për të ruajtur pak elementet e kontrollit apo mekanizmave të monitorimit, dhe që në një mënyrë apo në tjetër nivelet e drejtimit dhe pozicionet më të rëndësishme të punës në një sipërmarrje që vlen shumë si kontribut i rëndësishëm në ekonominë shqiptare të bëhet nga shqiptarët, që ne të kemi në një mënyrë apo në tjetër dhe e përcin karshi kontrollit të situatës në biznes apo sipërmarrje të caktuara, duke qenë ne në drejtim të punojësve të huaj, kur ato bëjnë punë të thjeshta dhe elementare dhe jo e anasjellta që mund të ishte shumë problem, sikur punojësit e huaj të jenë
në drejtim të sipërmarrjeve dhe punëtor të thjeshtë të jenë shqiptarët. Kjo diferencë për mua është aspekt e pranueshme për ekspertizën apo profesionistët shqiptar, por edhe bizneset apo sipërmarrjet do t'i linte në dorë të huajve, gjë që në mënyrë apo në tjetër nuk është as etike, po as e duara në këtë fushë në cilat ndodhet tregu vendas i punës. Nëse do të vazhdoj ky trend, si do të duket biznesi shqiptar pas 5 vitesh? Do të jetë më konkurrues apo do të jetë i varur nga një fuqi punëtore e lirë dhe paqëndrueshme? Nëse biznesi shqiptar nuk forcon funksionalitetet e brendshme, nuk ndërton organigrama të shëndetshme dhe funksionale së brendshme, nëse nuk forcon apo krijon standarde, procedura për mirë përcaktuara për mënyrën si operon dhe si duhet të operoj, nëse sipërmarrjet shqiptare nuk ndërton një kulturë organizative të shëndetshme dhe totalisht në dobi apo në mbështetje të punonjësve, nëse ne nuk bëjmë plane apo projeksione konkrete dhe të sistemuara se si duhet funksionojnë burimet njerëzore brenda një kompanie, nëse ne na mungojnë skemat e matjes dhe vlerësimit performancës dhe eficiencës në punë, dhe po ashtu skemat apo strukturat dhe instrumentat e duhur të matjes dhe vlerësimit të produktivitetit dhe rezultateve në punë, atëherë sipërmarrjet shqiptare do ndjehen dhe do gjenden në vështirësi reale për të konkurruar denjësisht në tregje europiane. Prandaj, unë them sot që është koha që sipërmarrjet shqiptare të mund ta marrin shumë seriozisht mënyrën si janë të organizuar së brendshme dhe si funksionojnë, të marrin më seriozisht ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive, krijimin e strukturave të mirëfillta, të ndarjes departamenteve dhe procedurave, të standardizojnë dhe të unifikojnë formën e kontrollit dhe monitorimit punonjësve, të masin si duhet në mënyrë objektive dhe profesionale, performancën, eficiencën e punonjësve dhe rezultatet dhe produktivitetin punë të tyre, të ndërtojnë skema të qëndrueshme promovimit brendshëm në karrierë që të ndihmojnë punonjësit dhe të stimulojnë duke incentivuar ata për të rritur në detyrë, për të ndjerë mirë brenda ambientit punës, që punonjësit të respektohen dhe të vlerësohen si njerëz rrafar, pastaj si profesionistë. Kjo është filozofia dhe qasja që duhet bërë, dhe nëse kjo gjë bëhet, bizneset shqiptare do jenë shumë më të prirur për të qenë të denjë për të konkurruar në tregje europiane apo dhe ndërkombëtare më pas. Çfarë i mungon sot tregut shqiptar që po i shtyn njerëzit të largohen? Është paga, meritokracia apo besimi tek e ardhmja? Një pjesë është diferencat mes nivelit pagës që merr dhe shtrejtësisë së jetesës, dhe kjo diferencë, pavarësisht të zbutur me rritjen e pagave, ende është e tillë, pasi për mua nuk është në kontroll ai sa duhet shtrejtimi i produkteve bazë të shportës dhe shtrejtimi i shërbimeve, të cilat në mënyrë apo në tjetër shkojnë mbi shifrat e inflacionit dhe shkojnë mbi nevojën për të mbuluar kostot apo amortizuar kostot nga ana e sipërmarrjeve që ofrojnë të mira dhe shërbime, dhe për këtë kërkohet një kontroll i rrethë dhe shumë rigoroz, monitorues dhe ndërshkues, në qëllim që këto abuzime të shtetimit çmimeve mos të ndodhin, sepse zhvlerësojnë çdo lloj rritje page që ka ndodhur në tregun vendas punës, dhe sigurisht për të rritë është perspektiva më e mirë, është meritokracia në nivelet e larta, ajo që i bën dhe i shtyn të largohen njerëz vendit, dhe më pak niveli i pagës. Kjo sepse përvojat e reja, eksperiencat e reja, mundësitë për promovim dhe rritjen në karrierë, sprovat me sfida të reja në profesion dhe në karrierë, i shtyn shumë të rinj të shohin largimin si opsion, megjithatë vështirësia sot edhe në Europë apo dhe më larg akoma është rritur ndjeshëm, nuk është më as Europa as vendet më të zhvilluara në të njëjtë fushë që kanë qenë shumë vite më parë, çfarë do thotë kanë të mira dhe të këqija, dhe diferenca është shumë e vogël e qëndrimit dhe punës në Shqipëri dhe largimit jashtë. Paktën ky është gjykimi im si konkluzion i gjithë përvojave që kam në fushën e kërkimit dhe studimit në këtë pjesë.
Emigracioni është një zgjidhje ekonomike apo është një vot mosbesimi që kanë njerëzit ndaj sistemit në tërësi? Unë e shoh si një zgjedhje ekonomike më tepër për perspektivë dhe për të marrë diçka më shumë. Duke parë treguesit që përgjithsisht janë në familjet intelektuale ato që lëvizin më shumë dhe punonësit e thjesht për çështje pune që nuk konkurrojnë dot në Shqipëri me çështje arsimi, formimi apo kualifikimi, por konkurrojnë me mundësi dhe aftësi të një sipërmarrje për të paguar një pagë shumë më të lartë për pak aftësi, ajo që i shtyn njerëzit të largohen në gjykimin tim, elementi ekonomik është një opsion, por kushtet apo stabiliteti në një punë, mundësia për të rritur dhe të zhvilluar profesionalisht, janë elemente të tjerë që shkojnë përtej pjesës ekonomike në këtë drejtim.